A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të nderuar ndjekës të kanalit ton, së bashku do të fillojmë me një cikël emisionesh ku në fokus do të ketë mësimin e leximit të Kur'anit famëlart. Përpara se të fillojmë me mësimin e parë, do ndalesha pak tek disa thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që tregojnë vlerën dhe rëndësinë që ka mësimi i leximit të Kur'anit. Ai sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thot: kush e lexon një shkronjë nga libri i Zotit të Madhëruar, do të shpërblehet deri në 10 fish. Nuk them që elif lam është një shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Në fakt elif lam mim është prej huruful muqata'a që ndodhet në fillim të disa prej sureve të librit famëlar. Në një hadith tjetër, profetin i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe ja mëson atë të tjerëve. Ndërsa në një thënie tjetër, ai sallallahu alaihi wasallam thot: lexoni Kur'anin sepse në ditën e Kiametit ai do të ndërmjetësoj. Pra, nëpërmjet këtyre haditheve dhe shumë haditheve të tjera të ngjashme me to, tregojnë vlerën dhe rëndësinë që ka mësimi i leximit të Kur'anit famëlart. Dhe ne pa humbur kohë fillojmë me mësimin e parë. Duke qenë se Kur'ani është zbritur në gjuhën arabe, arabishtja ka si veçori që lexohet dhe shkruhet nga e djathta në të majt. Ajo ka 28 shkronja. Dhe ne fillojmë me shkronjën e parë, e cila quhet elif. Të dashur ndjekës, ashtu sikur se gjithë secili prej nesh ka një emër të tij, edhe këto kanë gjithë secili prej tyre emrat e tyre dhe ne do t'i njohim nëpërmjet veçorive që kanë. Konkretisht, pra elifi ngjason me një vijë të drejtë, me një shkop apo bisht çadre dhe ju mund t'i vendosni çfarë do lloj emërtimi atyre. Rëndësi ka që ju t'i fokusoni ato dhe t'i njihni shumë mirë. E dyta quhet ba. Dhe kjo në fakt ka si veçori që ngjason me varkën, por ka një pikë poshtë dhe quhet ba. E dyta është ta. Dhe këto janë një grup në familja në fakt që ne i kemi quajtur familja e varkave. Duhet kemi kujdes që ba kishte një pikë poshtë, kurse shkronja ta kishte 2 pika sipër. Vazhdojmë me pjesëtarën tjetër të familjes së varkave, që është tha. Dhe veçoria e kësaj është se kjo ka 3 pika sipër. Vazhdojmë tashmë me një familje tjetër që është gjim. Siç e shihni, kjo ka formën e një dyshi mbrapsht dhe ulur poshtë, por veçoria e gjimit është se ka pikën në mes. Pra ka pikën në mes. Gjim quhet. Vazhdojmë me pjesëtarën e dyshave mbrapsht, që është ha. Dhe kjo nuk ka as një pikë, as lart, as poshtë, as edhe në mes. Është e pastër. Vazhdojmë me pjesëtarën tjetër të familjes dhe të fundit, që është ha. Veçoria e kësaj është se ka
një pikë sipër. Ka një pikë sipër. Vazhdojmë me familjen e hënave, e kemi quajtur ne dhe ju mund ta quani si të doni. Dhe kjo quhet dal. 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 E njëjta binjak mund të themi, por që ka një pikë sipër si veçori e saj, është shkronja dhal. 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 Pra, nëse kjo ishte pa pikë dal, pra me pikë sipër, por e njëjta, pra në formën në hënës, të ngushtë sigurisht, është dhal. Vazhdojmë me pjesëtar tjerë të familjes së hënave, por tashmë një veçori tjetër që është më e hapur. Pra jo të ngushta si që ishin dal, dhal, po është më e hapur dhe kjo quhet ra. 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 Pjesëtare tjetër e kësaj familje, por që si veçori ka një pikë sipër, është zaj. 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 Pra ishte më e gjerë se sa dal dhe dhal. Vazhdojmë me shkronjat e alfabetit që ngjasojnë dhe ne kemi quajtur familjen e krërave sepse ngjasojnë me krërin që ka dhëmza. Dhe ju, siç e përmendëm, mund t'i emërtoni si të doni. Rëndësi ka që ju t'i mbani mirë mend dhe mos harroni veçoritë që kanë to. Kjo quhet sin. 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 Dhe pjesëtarja tjetër e të njëjtës familje së krërave, që ka si veçori 3 pika sipër, është shkronja shin. 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 Mos të harrojmë që kjo ka 3 pika pra sipër. Vazhdojmë me një pjesëtare tjetër të një familje tjetër që neve na ngjason, nëse pra e lidhim këtu, ajo del ngjashëm me raketa ping-pongu, ose ju mund t'i emërtoni si doni. Dhe quhet sad. 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 Pjesëtare tjetër po të njëjtës familje, por që ka si veçori një pikë sipër, quhet dad. 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 Pra edhe shqiptimi është ndryshe nga ajo çfarë ne përmendëm pak më lart, siç ishte dal, dal. Kjo është pak edhe më e rënd, pra kur e përmendim sad, sad, bad, bad. Vazhdojmë me një tjetër familje që ngjason pak me shkronjën b në gjuhën shqipe. Pra dhe kjo quhet pa. 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 Si që shihni edhe shqiptimi është ndryshe nga shkronjë që ne sapo morëm, ta. 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 Kurse kjo bën pjesë tek këto shkronja që shqiptohen ndryshe. Pa. 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 Vazhdojmë me një pjesëtar tjetër të kësaj familje, por që ka si veçori një pikë sipër, val. 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 Vazhdojmë me një familje tjetër që ne i kemi quajtur familja e treshave mbrapsht dhe poshtë, që është ain. 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 Vazhdojmë me një pjesëtar tjetër të familjes, por si veçori ka një pikë sipër që është ghain. 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 Pra kujdesni të përqendroheni tek format dhe të veçoritë që kanë pika poshtë, lart, ose që nuk kanë hiç fare, pra pika. Vazhdojmë me një familje tjetër që e kemi quajtur ne, familjen e nëntave shtrirë, dhe ka si veçori një pikë sipër dhe quhet fa. Fa. Fa.
Vazhdojmë me një pjesëtarje tjetër, po që ka si veçori 2 pika sipër, familja e nëntave, pra shtrirë thame, është pak më e mbledhur dhe është qaf, 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 pra quhet qaf. Vazhdojmë me një pjesëtarje tjetër që shqiptohet parafërsisht njëjtë, por ka formë tjetër, kaf, 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 pra shqiptohet pak më butë. Vazhdojmë me shkronjë tjetër e cila quhet lam, 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 dhe kjo ka formën e një bishti të çadre. Vazhdojmë me shkronjën tjetër të alfabetit të gjuhës arabe që është mim, mim, mim. Një pjesëtarje tjetër e familjes së varkave, që ne nuk e përmendëm, por që ka formën e varkës, po ndryshe pak më e mbledhur nga ta, tha dhe ba, por që ka si veçori një pikë sipër dhe quhet nun, nun, nun. Vazhdojmë me familjen e nëntave, por jo shtrirë, e cila nuk ka as një pikë, as poshtë, as lart, është e pastër, quhet wow, wow, wow. Vazhdojmë me një shkronjë tjetër që quhet ha, ha, ha. Dhe e fundit është shkronja ja, 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 e cila ka formën e një gjarpri, mund të themi, dhe ju mund ta emërtoni si të dëshironi thame. Atëherë këto ishin, të nderuar ndjekës, shkronjat e alfabetit të gjuhës arabe. Është hapi i parë që duhet bëj çdo kush që dëshiron të mësoj leximin dhe mësimin e Kur'anit famëlar. Për ta pasur sa më të thjesht, ju tashmë mund ti edhe shikoni, pasi kemi shqiptuar dhe përsëritur besoj bashkarisht me ju që na ndiqni, keni tek tabela që shihni emërtimet të gjithë secilit prej shkronjave të alfabetit arab. Mos harroni, ju lutem, veçoritë që ato kanë, pra karakteristikë e këtyre shkronjave të gjuhës arabe janë pikat që ndodhin, pra poshtë, lart ose nëse mund të jetë edhe pa pikë fare. Pra kemi elif, kemi ba, ta, tha, gjim, ha, kha, dal, dhal, ra, zaj, sin, shin, sad, dad, da, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha dhe ja. Atëherë, unë ju sugjeroj që të merrni një fletore dhe t'i shkruani këto dhe t'i mësoni përmendësh. Dhe keni kujdes që të memorizoni sa më sakt format e shkronjave të alfabetit të gjuhës arabe, ashtu sikur se shpjeguam pak më parë, duke marrë parasysh edhe pjesëtarët e familjes së tyre dhe veçoritë që ka, nëse është me 1 pikë, me 2, me 3, nëse është me pikë poshtë ose lart ose pa pikë fare. Duke shpresuar se u takohemi sërish në emisionin e radhës, unë ju lë në amanetin e Zotit të madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.